Unë dhe Krisilli para një viti kishim sfide me të vështirë. Kush është më shumë VIP? Unë apo Krisilli? Dhe normalisht fiton. Derisa u korruptua Juria, si s'bën gjithmonë. VIP-i më i ri në qytet. Tash kam një vetbesim tjerëzakonshëm. Ke kondicioner aty? Se janë fresh fare. I love Chinese kids! A funksiononi me tag? Nuk dua unë të fikat të ndizem brenda natës. A jam VIP, a dukem VIP? Çdo gjë është me firmë. Fitova! Është makina ime. Pas gjitha asaj kohe vendosëm që unë dhe Krisilli të marrim me mentorim 2 të vegjël. Unë do kem Argisin. Dhe una Heli. Unë kam super mentor dhe jam më i famshëm i lagja finem kriminal. M'njohin gjithë. Se unë jam më e mira dhe jam më e famshmja. Po, Londra tuja. Ky është populariteti 2.0. Heli, ti duhet kuptosh që është shumë e rëndësishme privatësia e një VIP-i, okay? Tani imagjino sikur të lëvizësh në gjithë qytetin me autobus. Më mirë me autobus apo me makinë? Po më mirë me makinë. Normal, dhe me makinë të shtrenjtë të mirë. Me xhama të zinj që askush nuk të shef që je brenda, okay? Tani kur unë kam qenë në fillimet e mia, kam pasur pak vështirësi që gjija një makinë se s'më njihte askush, po shqyrë zotit kam punuar këto ditë dhe tani e gjej shumë kollaj. Tani ai më tha mua që është një Benz. Ti e njeh Benzin? Normal që po. Mos është kjo me këtë mën këtu? Ah, kjo qënka. Po kush të më hapi derën? Aha, derën! Ah, ti qënke fix për VIP me i shpirt. Hajtë s'ta hapun sot? Futu? Aha. O Kristu, po kush është këtë çudme? Kush të ta nga si makina? Shka, Heli, VIP-at kanë gjithmonë shofer personal, privat. Biles ky është aq privat se unë se kam idem kush është, po do na çojmë në destinacion, okay? Nisemi të lutem. Happy crowd, fort, e ca ty. Argis. A shef këtë asfalt. Këtu nisi gjithçka parë një viti me sfidën e popularitetit. Ato kohë vështira ku askush nuk na njihte. Ishim thjesht një njeri i thjesht. Tash na njefton Shqipëria. Kështu që sfida jonë është që ti bësh VIP i ardhshëm. Je gati? Gati. Çfarë do të më bësh gjën e parë? Një VIP çfarë do të ketë gjën e parë? Hajde, shpejt. Roba Louis Vuitton. Tjetër? Bravo. Firmato. Këtu. Edhe originalit vetë. Edhe imitimi i parë me dopje ngjitje. Ktheu nga ana tjetër. Kur i ke portë mëdha nuk të zen as rrugët. Duam gjinjse diskuart me pika. Vërtet. Gjysa VIP-ave shqiptarë shtu vishën e. Se mos duket sikur kanë lekun e jetës. Ah, moj Heli, më kujtojnë kohët e mia të arta dikur, kur kisha një listë në telefon dhe kisha përgatitur të gjithë rutinën time. Po tani i bëj për ditë ato dhe di shumë mirë se çfarë duhet bëj, kupton? Më është mësuar tani. Shofer muzikë. Erdhëm! Si t'i bësh plakët? Gërsheta. Me ëndë, me kacorela? Po. Super, hajdalim. Mjep syze që mos të më njojnë. Do syze që mos njofin? Po. Wow! Filloj direkt, e ndjeu ato që doja t'i transmetoja. Do kapele, që? Kjo Dior, ta shkon? Pëlqen? Po. Si shezllonist, super. Që ta marrë dhe unë këtë fendit. Që, kjo, a të ban? Po. A Discord? Po. Shumë mirë. Cilja misioni jonë sot? Qa lloj gjinkësa është dona me gjetë ne? Të të provoj pak. Discord. Discord me qa? Me pika. Bravo. A pene e pol Discord? Që ku i ke mor bur, shife? Po. A i gjeti Discordin. Ta shemë të bëmë ma shumë. E të marrë këtë Louis Vuittonin. A njef Louis Vuittonin? Po. Burri mi e shumë kjo. Fix jena për shisha i tash, a jena për shisha. Po. A jena për me pi qik shisha, pa herë ta dreks, jena që me po du të me pëjtë edhe pak orari. Hajde ecim qik, hajde dalim më stirë. Kena pare? Po qëmë të roba të. Nuk nga duhen mërgjët, se na vipa. Na vipa mërgjaq, pa eca ti vazhdo. A ti me ka kitë bon. Tani unë ta dash fjallën dhe thash do të jetë më e mira që merret me VIP-at, i di gjitha sekretet, që është zbriloje çik te Suela Çangu, mirë?
Okej. Pse do të rregullohesh sot? Çka ke një gjë të rëndësishme? Se sot do jem shumë e famshme. Ua, po ti këtë thoje, shumë e famshme, po si mendon të janë të famshmet? E di vetë ato, po ti më bëj më të bukur. Po e di vetën ato, po ti më bëj më të bukur. Okej, në rregull. Po punojnë të apo? Jo, pa punuar. Pa punuar bësh e famshme, nice, ide geniale. Po çfarë luku ke zgjedhur një? Kush të pëlqen më shumë ti? Si diva. Po si janë divat? Si Crystal. Tani të sugjeroj diçka për make-upin? Po e di vetë. Ke të drejtë, diva gjithmonë e din vetë. Qa do që të bëjmë me që e di vetë? Ti li pak syt këtu edhe këtu. Me qa? Me dita rozë. Që nga pak e vështirë që t'jesh vip. I love it. I love it. Si atëherë që bashkë peticion do marrim dhe sot firma. Një firmë është e barabartë me një VIP lëk dhe ne do mbledhim sa ma shumë VIP lëqe që t'ja tregojmë Helit se ne jemi më të mirë dhe më të famshëm. Je gati? Gati. Fali, duken vip? Duken vip nga veshja? Vipi më i ri në qytet! Vip më i ri në qytet! Këto janë biletat për turin tënd të parë! Ua, sa bukur e më pëlqen shumë! Nuk është kaq e thjeshtë, se duhet i bindësh njerëzit që je famshme dhe duhet i shesësh për 500 lek. Tani kur ti ve më të famshëm, do i shesësh për 500 euro, okay? Dukesh vip nga veshje. Po jepja firmën me llafe po, jeni dhe gjitha ju kështu. Firma e parë. Alo pak. Igu. O goca, alo pak. Igu. A do që të marrësh pjesë në koncert? Po patjetër. Por duhet vetëm 500 lek të vjetra. Patjetër. Duket e famshme? Duket. Ah, normal që duket. Faleminderit, paçi. Thank you. Edhe tjetrën, gocës tjetër, jepja tjetrën. Bravo, ha. Thank you. I love Chinese kids. A të duket VIP? Po. Pse duket VIP? Firmosje pra i letër o bu. Shqyr. Plus ti du të kesh minimalisht 3 dashnore që të flasin për VIP lëk, a kupto? Ka firma më smuan ko. Du të punojmë gjithë bashkë. Për familjen ton, andale. Grazie mille. Ci vediamo alla domani. Ne të njohim. Shumë e famshme, je shumë e famshme edhe je shumë e bukur. Faleminderit. Thank you very much. Ti do dalësh? Do you think it's VIP? No, sorry. Firm. O, Heli, pse edhe pa lek? 500 lek. 500 lek? E, harrove. Mos harron, do t'i marrësh 500 lek. Kush është më VIP ty? Foto. Po, i kemi foto, po paka shumë s'mund gjanë atje se vetëm më 500 euro. Jo, s'ka që mbani. Jo, dhe këmër burë, vipi duke nga gjëna tjere, jo nga kjo. Nga që duket VIP-i, burr, tash do t'i marrëm dhe firma njerëzve me kuptua jena VIP ajo. 10 firma ke marrë, s'ke marrë shumë. Njerëzit shofin televizor Po hiqi kapelin se nështë dhe s'njofin pa ne. A më do ndalosh pak? To vishte koncertit tim, ka herës tjetër e kemi një koncert për të kënduar për mua. A të vish? S'mundesh? Ja, se të gja shtetit. Do i kësh nga shtetit. Mund të apësh një firmë? Qa tha? Se më apësh ti mua një firmë. Mi dhënë ti firma saj. Qa e mund thuj? U mendoj që duhet ma japësh ti firmën. Se di firmën ti. Po s'ka që bëj një firmë. Por, ta shef, shife foto me Lalin, pra shef ku kena rrit. Lidh firma ti, nda që mu bosi unë. Jepi një mëri firmë 8 vjeqarit, ma eni për Shqipërina, eni për Shqipërina autoktone. Firme në gjithë, prej ka shnjeti gjithë dite. E që shkru një gjithë. A very young singer, she will have a tour. Si, këndo. Keca beba, për ju në këndo, ha. Ana, këndo një këngë qa di, se na fliqe, o Heli. Po që unë shqip vetëm. This is the good, oh! Big money! Hajde se do ikim, do ham fala. Do numërojmë pak sa lek kemi bërë. 50 euro, 5.000 lek, 10.000 lek, 15 dhe 2, 17. Si vendet sa lek të vogla këtu, pos na hynë si të voglat. Do fut na këtu, apo do ham pa lek në gjep. Kjo është sekreti VIP-it, me hangër pa lek në gjep. Hape këtë.
U lodhën atë. Mirë, se ka lodhën. Të isha me u pyt, a paguat me tak ose me Instagram? Se ne s'kena lek. Më vjen keq, po nuk funksionon kështu, nuk të njoh. Se një fat, po më njeh mu. Po, ty të mbaj mend, po djalin jo. Kështu që nuk Pyet i menaxherin se mos bëhet. Se s'njohim. Po di që. Pas që i famshëm aty të lagje jote? Sa shara nga lagja ime, për tjetra. Ishte tjetra, njofte. këtë gjë po bëj vetëm për Aldin, jo për ty sepse ty nuk të njohi. Respekt e thuj, respekt e faleminderit në gjë. Mos u demotivo, se njerëzit zhgënjejnë ai herë. Edhe mund fillim s'ma jepte kush me clearing, tash i japin ushqimin me clearing. Së mërzit. Ishim shit dhe varsën time, po s'rrjet pa varsë. Tash edhe dhijes gjebosur dhe bishtin përpjet nuk shkojnë të dhja, bo. Qa, këtë pjesën e djegme? Po? Se se hangë. Qa është kjo mërbu? Këtë pjesën e djegme, pra. Qa është kjo mërbu? Pic, pra, deshe pic. Kjo s'është pizza, e ankore. Aq followers sa ke? Ti sa followers sa ke? Shëdi. 200. A ke 200? Me 200 followers sa i koret ftoft hanë. Unë zgjodha pizza. Mirë. Unë ditë ha pizza. Ditë gjejtë cilin vend ha pizza. A do vim? Ha? A do? A do pizza? Ka një. A do pizza? Po. Jo që çdo gjë që duhem në jetë na plotësohen. A do pizza mërmë? Po pra. Ja do unë. Pa një po ha. Si jam vip Zemërgjani, nuk jam si këta vipat e tjerë. Po jam kurioz që do jetë të bë Kristalli. Siç po thoja, çfarë na kap syri, do ta marrim, okay? E du e marr. E du e marr. E du e marr. Ha. Barbie! A më shkon? A më shkon mua? Pa. Barbie? Valigje! Oh my god! E du e marr. Bravo! Wow! Shi si duket tu si pasarel, do ta bëjmë një ecje si diva, si vip? Looking like a baddie, I show up and make them stop. Wanna know my name so badly, cause I run this whole block. Flip my hair, move my head, show the world I'm royalty. When I walk by, they be taking bows, cause they know I'm the queen, yeah. Move it, groove it, they wanna know just Këto nuk është se na duan. Vipa ju bëjmë punë shtëpie. Fix, ç'ne vipat bëjmë punë shtëpi? Crystal roba! Na duan rroba? Roba! Hajde gjejmë rroba. Po sa e bukur kjo, pëlqen? Pink. Po. Pink. Ta provoj? Ta provoj. Okej, dhe këtë, dhe kjo na duhet, kjo na duhet. Okej, këto treja na duhen, këto na duhet kryshte dhe kjo na duhet rroba. Okej. Oh, ka bukura këto. Okej, super. Okej, besoj se janë okej. A mund t'i provojmë të lutem? Eja! Hajde, Hailey! Hailey, është shumë e rëndësishme që një VIP të jetë i lexuar, i edukuar, i shkolluar, prandaj duhet të lexojmë libra, okay? Okej. Tani hape atë librin e lexon ai gjë? O Crystal, po ti të gjë akoma vetëm po të duash të ngjërosi. Oh, harrova unë një e vogël ti. Pa hajtë se dhe gjysma VIP-ave nuk është se di të lexojmë. Mirë, s'ka gjë, hajtë se mësojmë rrugës. Pagesën të lutem. Sa stane? 186. Mos e vit mendin e zgjidhjem, as të bëjmë saktë. S'morëm do një gjë të madhe, në fakt. A thash që me tek tag e rregullojmë çdo gjë? Po. Këto janë privilegjet e të qenit VIP. O Aldi, ku jema? Tuar se sa të vi autobusi. Ua me autobus. Hajde më re këtu te Nën Tereza, hajde se po të presim tu se e vdekme që kemi fitu. Një Hajde. stacion jemi, hajde. Hajde shpejt. Shis me autobus, më si fakira. Shme sa mjeti jemi ne. Kemi fitu këtë sfidë. Toke. Ja dolem, ha? Normal mi? Ja dolem. No!
Po kjo, amor. Kush t'ka lënë kom ty më ylla? Po ishim të bëjë gjirë nga liçeni, Kristëll. Hajde më hajde. Harrove Hajde vete. do fakiri leshës, hajde. Moj Kristëll në cërrik. Hes që me karrocë dylit, këtu na pas ka ardhe me Maybach. Marë zot, futu. O plak, hajde di këtu se s'kam besim të ti. Ua! Ti me zërë hec biciklet, do mi dhanë makinës, po hec. Që të po, amor? Se s'ke besim të kunë, ma? Vene rripi njerë, vene rripi se du të me qenë me regullë. Sa i sigurt jam me ty në ti, mam? A që sigur sa ke qenë 2 vjetë me mu në punë, duke puneruar bashkë. Ky është vullneti i 50 qytetarëve që thonë që ai duket si VIP. Urdhna. Çan këta, ma çan këta është karabina. Firma për vullneti Çan këta popullit. është karabina. Vullneti popullit shikohet te 200 bileta që ne kemi shitur për Helin. Sa kemi shitur 200? 200 bileta që i thon, Po, shko me Kristën, ha? që i thon 50 euro e 17.000 lek e 305 lek. A kupto sa pa vlerë jeni 200 bileta keni bën 50.000 lekë. Le herë sa të keni fut vete po. Jo. Po shko me Kristën se herë. Kemi prova. Kristëll, është me hile kjo gjë sepse ju keni një makinë 100.000 eurosh, 100.000 euro Nuk kemi makinë. dalë me makinë, kemi dalë në kam. Kena shku kena har pizza falas është. Po apo ne Kena bëm mund- gjithë dyshani në lodra dhe falas. Sa lodra morëm? 1 milion lek? I morëm falas. Po, 1 milion lek 1 lodra. milion falas, sepse ne punojmë me Instagramin. O, Kristëll. Ne punojmë me Instagramin, jo si ti. Mu që shkojnë atë fotot i 20.000 like, o, 20.000 ndjekës nuk e shkon në O, Instagram. Kristëll, mu shkojnë 20.000 like, 3 fishi like dhe tuja. Je i lodhur. Ka diçka. Ti je i lodhur. Ka diçka jo. Ha, Ibe, ka takove ti? Ka kanë taku këto? Ka takove ti Argis? Këta kove mo? Ha, kush dha këshilla ty? Si me Ai, qenë? si shuhet ai? Se arroba ai. Kush ma? Blendi. Po, blen Fevziu. Blen Fevziu ma? Po. Cili emrin? Qa do bëhesh ti? VIP, po si që të bëhesh VIP duhet kesh një profesion. Duhet punosh shumë, duhet zgjedhësh një profesion, duhet bëhesh më i miri në profesion dhe pastaj bëhesh VIP. VIP direkt nuk bëhesh dot. Po me rrobat, ai shef që rroba është Discord firme, kështu vishën VIP-at apo s'ka lidhje? Për mu më mirë vishu me rroba ti të rrinë mirë, mos shej kokë për firma se është kot. Miru pashi. Tani si do ta vendosim kush është më i famshmi, kush është më VIP-i? Kush është më VIP-i? Jo ti, nuk e ti, është Heli. Hajde ikim te vila, i ndajmë emisione, ta vendosim një te Goci, një te UTF-ja. Ha? Ua, s'të mund të goci? Jo, në vend tanë të futet Heli. Dhe në vend të ftuar të futet Argis. A jeni gati t'ikim të vila? Po. Hajde, shoh. Jemi? Okej, e shofim. Aldi. Një ndër këngëtarët më të kërkuar të tregut muzikor shqiptar, së shpejti ai thuhet që do synoj dhe tregun ndërkombëtar. Zonja dhe zotërinj, mi prisni Argis! Në What of a Show. Hi Geta! Jemi mbledhur sot dhe do flasim për një temë që ne diskutojmë pothuajse çdo ditë. Për qa do flasim sot? Për shoqet. E vërtet. A jemi çdo njëri ndonjëherë nga shoqet? A kemi në shoqe të ngushta, si sillemi ne me ato? Unë kam 2 shoqe. E ndonjëherë mund të zihem me atë, por vetëm pak a shumë bëj shumë muhabet. Po pse zjene? Po. Qa ka aty? Keni kish kuptime. Vetëm se unë pak e ngacmoj. Po ç'a i bën që ajo mërzitet me ty? Pak a shumë me gishtë ngacmoj. Me gisht? Nga thon kështu? Luan kështu? Tani, ne tham që ti ke goxha këngë në trege dhe je shumë i suksesshëm. Po kush është një reper që ti ndoshta nuk do bashkëpunoje kurrë? Që do ta ishe fare nga tregu muzikor, që thu, ky s'bë. Don Gjonin. Po pse? Zoni? Nuk e meriton famën, jo. Nuk e meriton. Nuk e meriton? Kjo është shumë I ka bë disfinemit pranej. Po nga ty a do të kemi ndonjë disk kundrejt Don Gjonit? Nuk merr me dision. Nuk merresh me disje, pra ti ke vetëm Okej. kaseta të Vetëm cilat i kaseta. distribuon Po. për të gjithë fansat e tu. Argis, a të kam thënë ndonjëherë që ti ngjan me një reper shumë të njohur shqiptar? Po, më kanë thënë që ngjaj me Noizin. E si të bën ty kjo gjë të ndje që ty po të krahasoj me Noizin? Tani kush kopion ti atë Apo apo ai ai ty ty? tani? Ta ndajmë të muhabet. Noizi mu. Noizi ty, ë? Me shumë mundësi po, e vërtet është kjo. Unë e habitshme të kem shok të ngushtë. Po ti Heli? Njëri ka emrin Glauku, njëri Bjorni, njëri Brajani. Edhe pse zihesh ti me këta? E me Brajanin fare zjem, po vetëm me Glaukun.
Glau kur shfajtor. Shi Glau, ku sa i keq, po pse qa bën kë? Unë kur flas me Bjornin, ai mërzitën më meri nat mua. Po pse të meri nat ai? Se di vetëm s'don të flas me Bjornin. Shishi, është shumë tip xheloz. Glau. Po ti kë do më shumë nga këta tre shokët, që e do ta kesh afër? Nuk e di. Nuk i ndan dot. Asu nuk i ndaj dot. Kë ke më shumë kohë shok ti nga këta? Më duket se Glau. Duket se Glau, ai me atë që gricesh më shumë, ato ke më shumë shok. Po pas ka një arsye ai pra që bëhet xheloz. Ti ke futur shoqëri të re dhe ai ndjet keq. Po le të horoskop ai. Po çfarë është në planet e tua të ardhshme? Do kemi ndonjë bashkëpunim me ndonjë këngëtar, ose ndonjë reper tjetër? Ose me ndonjë vajzë? Ose po. Ja, me vajzë. Me vajzë? Po me kë mund të kemi ndonjë bashkëpunim së shpejti? Jam me bisedime me Finemin. A keni pasur shoqë që ju kanë suportuar për të qenë vetvetja për të ecur në jetë? Ke pasur ti Eli për shkak? Më kanë të marrë Kristal që të bëm VIP. Kristal që të bësh VIP? Kristali, çfarë shoqë na duhet në jetë? Ua, për zot, dhe kam kërkuar një shoqë si Kristali. Bravo Heli, ti ke një shoqë të vërtet. Kush është njeriu më i rëndësishëm në karrierën tënde artistike? Që të kanë ndihmuar që nga fillimet e tua. Gjoka. Okay. Ishte shumë e artikull. Ishte shumë e artikuluar, dinte të fliste. Bëj kështu kishte atë. Nuk jam dakord. Jo, unë nuk vendosi për vendimin tim. Okej. Besoj kishte kohë mjaftueshëm për edhe që të konsultoheshit në grup, se fryma e grupit është shumë e rëndësishme. Po, një po e madhe. Bravo. Për mua absolutisht po. Edhe për mua po, sepse ka frymzuar estradën shqiptare. Dersa për mua kishte gjëra të cilat ishin gjëra pozitive, kishte edhe gjëra të cilat mund të ketë diskutim. Unë e shikoj shumë bashkëpunimin në një projekt, se di, e kam edhe unë të vështirë. E morë mesazhin dhe fituesi është Heli! Me ta bë kostion. Do mund ato shtat se herën e parë korruptove jurin, tani nuk ishe shanse. Po të vjen zërë se është emisioni jot. Është emisioni jot. Është emisioni jot, po ka faj ky. Ka faj Arun Shikon. E pse s'është? Hajde kapet Arrafin. Hajde, kapet kërcit. Është me gjimi. A humbëm? Humbëm betejën, por nuk humbëm luftën. Një shigjet që shkoj sa ma shumë përpara, du të shkoj sa ma shumë mrapa. Që të shkoj dhe të sundoj botën. Por reperat frymëzohen nga këto situata dhe krijojnë vargjet e tyre. Po. Unë kam përgatit disa vargje për ty. Hyn në garë me stil, mikrofon në dorë. S'ka rëndësi kush deli pari në skorë. Po fitova, e ngrej kupen lart me krenari. Po humba prap shkëqes ma humb njëri. Vipi vogël, po me emër që je hon. Në skel jam kampion, publiku me konfirmon. Bravo Argis! Ikim ajme në suflaqe? Ikim, se ka dzer gazeta Paloma do foto të reja, hajde.